Tregimi i të dërguarit dhe burimit të Zemzemit. Kur Ismaili a.s. ishte foshnjë, Ibrahimi a.s. e latë me nënën e tij Haxhere në një vend të thatë në Mekë. Haxherja filloi të kërkonte ujë duke vrapuar me Safas dhe Marwas. Ajo besonte se Allahu nuk do ta braktisë. Kur u kthye, pa një engjëll që godiste tokën me këmbën e tij. Nga toka filloi të buronte uji, burimi i Zemzemit. Haxherja filloi të mbushte enet me ujë dhe tha: Zem, zem, ndalu, ndalu. Ky burim nuk u shter kurrë deri më sot. Allahu bekoi këtë vend për shkak të besimit të saj. Me kalimin e kohës njerëzit u vendosën rreth burimit, Meka filloi të ndërtojë rreth tij. Ky ishte fillimi i qytetit më të shenjtë në Islam. Ismaili a.s. u rrit dhe ndihmoi baban të ndërtojë Qaben. Ky tregim tregon besimin e palëkundur në Allahun fuqiplot. Haxherja nuk u ankua, por besoi dhe veproi. Allahu e shpërbleu me një mrekulli që vazhdon edhe sot. Të besosh në Zotin do të thotë të veprosh me bindje. Historia e Zemzemit është pjesë e haxhit. Çdo besimtar që shkon në haxh kujton Haxherën. Kjo tregon vendin e lartë të grave në Islam. Besimi dhe durimi sjellin bereqet nga Allahu fuqiplot. Padyshim se kjo ngjarje dhe kjo histori na ngjall emocione të bukura edukuese të jemi të durueshëm, sepse Zoti i shpërblem durimtarët, ashtu siç i shpërbleu pejgamberët dhe gratë e nderuara, femrat e bekuara, ashtu Zoti i shpërblen edhe sot njerëzit që kanë durim dhe që kanë besim dhe bëjnë mirësi pa ndalur.